Iniciativa Kosova bojkoton ka bërë thirrje për bojkotin e të gjitha supermarketeve në Kosovë gjatë ditës së shtunë për shkak të ngritjes së çmimeve. Ndërkaq, edhe qytetarët e Prizrenit kanë thënë se çmimet e produkteve nëpër supermarkete janë të larta dhe të papërballueshme për ta. Shumë të larta, shumë tepër të larta, vërtet duke ditë shumica që nuk janë pa punë, ose i kanë përfitime shumë të vogla, të ulta. Vërtet është për një familje 4, 5, 6 anëtarësh pa përballueshme kjo niveli i çmimeve. Edhe pse po pishojmë gjë se paska ulje, por ndoshta se nuk janë reale. Apo ju duken çmimet e larta të produkteve? Mjaft të larta. S'ka kush kanë më të larg. Larta. Larta për standardin e tuaj. Larta shumë. Tepër së mush me marë. Ja. Sa i përket thirrjes për bojkotin e supermarketeve në Kosovë, ata kanë thënë se një akt i tillë është mëse i nevojshëm. Sot disa qytetarë kanë bërë thirrje që të bojkotohen supermarketet, a e keni respektuar ju të bojkotin? Mu duk se edhe ma tepër jemi sot nëpër markete, ndoshta se nuk është bërë mjaft informimi i qytetarëve për këtë çështje, për këtë moment, dhe besoj se duhet të jemi shumë më të organizuar për me luftu edhe mi pru mundësinë e çdo qytetarit të jetë në mënyrë dinjitoze. S'po bojkotojnë. Vetë se me bojkotue, këtu kaq. Edhe shumë është mirë, shumë është me vend. Une sot si më dalë kurku, që tash dola që tu mi blet disa lule. E nevojshme është, pas nuk i respektojnë. Ato... Po vlem me zorë, shka me bo? Po qare, po vlem, apet. Ashtë të ta s'po këqyrim. Edhe pas pensionerin, s'po mare, s'po yp. Aktivistët e iniciativës kanë shpalosur ditë më parë një pankart me bishkrimin 15 mars Kosova bojkoton të gjitha supermarketet, ndërsa u theksua se përmes bojkotit tregojnë fuqinë e tyre blerëse dhe se dërgojnë një mesazh tek supermarketet dhe qeveria për pakënaqësinë e tyre për rritjen e çmimeve.